Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Sonte do të flasim për një ngjarje që është diskutuar jashtëzakonisht shumë, qëndrimin që mbajti Selin teksa po ndihmonte Mirin, të paktën kështu u tha, do të thënë që Selina ndihmoi Mirin gjatë kohës kur Miri kishte një debat në kuzhinë me Artanin. Tani debati eskaloi normalitetin, do të thënë debati ishte shumë i fortë, ishte shumë i ashpër kundërdrejt të Tanit edhe Mirit, ku të dy çunat edhe e gjuajtën pak njëri tjetrin, do të thënë edhe e shtyn. Por Selina ishte në gjumë. Selina nuk është se doli që ta mbron Artanin, apo Mirin. Unë tani nuk e kuptoj një gjë, do të thënë, kur ti je personazh i një shtëpie siç është Big Brother, ç'të keq e ka nëse dalësh edhe të bësh pjesë e atij diskutimi. Nëse Selina është e dashuruar dhe ndjen për Gimbon, ajo nuk ja ndalon kurrë të drejtën për të bërë pjesë e diskutimeve, sepse në shtëpinë e Big Brotherit është shumë e rëndësishme që të jesh në qendër të vëmendjes dhe Selina duhet të jetë në qendër të vëmendjes si të gjithë banorët e tjerë, do të thënë të përfshihet nëpër debate, nëpër diskutime, saqë debati eskaloi jashtëzakonisht shumë ku Miri u betua edhe në kokën e vajzës që do të largohet nga shtëpia. Dhe aty nuk është se ishte vetëm Selin, aty ishte Juela, erdhi Brikena, erdhi Mateo, do të thënë u përfshin të gjithë banorët e shtëpisë së Big Brotherit në këtë debatin sepse e panë që Tani dhe Miri mund të eskalonin. Tani Tani nuk e kuptoj se çfarë ka, por e shoh që kohën e fundit realisht i ka hyrë pak vetja në qef, do të thënë ka krijuar një vetbesim të jashtëzakonshëm, e ndjen që është një lojtar shumë i fortë, por unë mendoj që kjo nuk e bën Tanin që të sillet në disa forma që vetëm Tanin e di se si sillet. Por gjithsesi, Selina u përfol jashtëzakonisht shumë jashtë, sikur Selina ja ktheu shpinën Gimbos, edhe e mbrojti Mirin, do të thënë e la Gimbon në baltë, por në të vërtetë Selina nuk e mbrojti Mirin. Selina vetëm erdhi që ta ndalon situatën sepse situata sinqerisht po eskalonte normalitetin, do të thënë po bëheshte tejet e neveritshme edhe për banorët që nëse nuk përfshiheshin brenda kësaj situate, gjërat do dilnin krejtësisht jashtë kontrollit. Dhe për këto thashë theme, apo për këto fjalë që filluan menjëherë të hapen lart edhe poshtë sikur Selina e mbrojti, sikur Selina e hodhi Gimbon në rrugë, kanë reaguar edhe familjarët të Selim Bollatit në Instagramin e saj duke shkruar: Po ndonjëherë është ignorancë, ama mos harroni. BB u krijua si eksperiment social, jo si show. Kjo për të parë pasojat e izolimit. Ndër të parat e cila është humbja e memorjes qoftë edhe për gjërat më bazike. Do të thënë ato kanë reaguar edhe për qëndrimet e Selinës ditën e djeshme, por edhe për situatat e krijuara brenda në shtëpi. Mikja e afërt e Selin dhe shoqja e ngushtë e Selinës thotë kështu: Kujdes me ato që nxirrni nga goja. Dikush në këtë rast si Selin Bollati ishte nga gjumi dhe ishte si e trembur duke dëgjuar të gjithë bisedën që po ndodhte. Për kokën e motrës e të tjera prisni ju t'ju bëj indiferentin. Aq më shumë që secili tregon vlerat e tij njerëzore, edhe në këtë rast Selina e bëri më së miri, pa u interesuar se kush ishte, zgjodhi të ishte njeri mbi të gjitha. Go me ty Selin. Do të thënë pse kanë shkruar këtë gjë, sepse Selina u përfshi në debatin dhe nuk është se i futi krip ujë dhe miell që ta shndronte në bukë, por Selina e ndau Tanin dhe Mirin sepse situata do të eskalonte. Më pas familjarja e Selinës shkruan kështu: Zguxon të bëj diçka se mezi presin ta gjykojnë. Janë të gjithë sy e vesh ç'a gabimi do të bëj Selin, ku do t'i shkojnë syt, me kë do të flas ajo. Kë do t'i injoroj Selina.
po i shihet me lupë çdo veprim dhe në vend që të merren me faktin që po kapeshin për muhabete buke dy komer, që miri shtyu tanin, merren pse i ndau Selin, ndërkohë që Selin e sa po zgjuar nga gjumi duke dëgjuar të bërtitura duhet të mendonte për nominimin. Do me thënë, Selina nuk është se ju afrua mirit që ta ndihmonte mirin apo që të krijonte një aleancë me mirin, ashtu siç në fakt u quajt jashtë sikur Selina ja ktheu shpinën Gimbos. Selina thjesht ndodhi aty dhe është më se normale, tani edhe Gimbo këtë gjë e mirë kupton, Selina është në lojë, nuk mund të ikë nga loja, ajo me patjetër që duhet të krijon situata, ajo me patjetër që duhet të krijon rrethana, që edhe ajo të del në prime dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Do të thënë këtu s'ka asnjë gjë ters. Unë mendoj që Selina veproi në kuadër të njeriut, kjo gjë ndoshta tek miri është parë me një sy tjetër, mund të komentohet me një sy tjetër sikur Selina e ndjen mirin, apo ndoshta fansat të mirit e kanë marrë si një gjë që ka një dritë jeshile mes tyre, por unë nuk e shoh të tillë, do me thënë unë e pash si një marrëdhënie të afërt në moment mes Tanit, Selinës, Mirit dhe të gjithë banorëve, fundja fundit ato as nuk janë prerë, as nuk janë therrë, thjesht do me thënë kanë patur konfliktet e tyre, konflikte që edhe mund të gjejnë një zgjidhje në momentin që do dalin nga shtëpia e Big Brotherit. Por familjarët e Selinës nuk tolerojnë në asnjë moment që ky afrimitet që Selina bëri gjatë momentit kur Miri shtyn Tanin, një video që në fakt nuk ekziston, sepse normalisht që produksioni po cenzuron gjëra që mos t'i nxjerrën, mos t'i bën alarm, Selina e kontrolloi situatën duke mos vepruar njësoj siç veproi Rogerti, teksa po shikonte dasëm, po kënaqeshte dhe po jetonte momentin. Selina nuk e bëri këtë gjë, Selina veproi sepse Rogerti e shikoi që do dëshiron të krijonte të gjithë situatat, sepse Rogerti ishte aty, por Selina veproi. Dhe nuk ma merr mendja që Selin veproi në aspektin e ndjenjës, në aspektin e emocionit, në aspektin e pasionit, por ajo veproi si një lojtare, si një banore brenda asaj shtëpie me të gjithë të drejtat e plota për të bërë lojën më interesante, për të bërë lojën më njerëzore dhe për të treguar që pa marrë parasysh se në çfarë situate të jeni ju, unë jam këtu me ju dhe do t'ju qëndroj pranë dhe do të luftoj së bashku me ju, por duhet të kemi kontroll. Unë e shoh Tanin që nuk mund të përmbahet brenda në shtëpi dhe i skenon situata që realisht grindeshin për bukë, jo se kishin ndonjë temë që duheshte ta diskutonin apo kishin ndonjë temë mbi të cilën ato duheshte të merreshin. Ky është mendimi im nga kjo që pash, do të thënë nuk mundem t'ia ngjis Selinës se veproi në kuadër të ndjenjës së saj.